në bashkëbisedim me kryetarin e Partisë Demokratike, profesor Dr. Sali Berisha. Mirë se keni ardhur. Të pranishëm në panel është deputeti Zia Ismaili, i deleguar njësisë 8 këtu në Tiranë, si dhe drejtuesi, kryetari i Degës 8 Gazben Sallaku dhe kryetari i Degës 10 Andi Beliu. Së pari i jap fjalën kryetarit të Degës 8 Gazben Sallaku. Mirëmbrëma të gjithëve, mirëmbrëma demokratë të Degës 8 dhe të Degës 10. Ishim përgatitur për takim më specifik, po megjithatë ku jemi bashkë nuk ka më mirë. Demokratët duhet të jenë gjithmonë bashkë. E nis këtë fjalë me një falënderim për atë që bën bashkë të gjithë demokratët, profesor Dr. Sali Berishën. Një falënderim për të dy aktivet e Degës 8 dhe 10, antarët e partisë, ata që nuk e lëm këtë parti në asnjë moment, ata që e mbrojtën këtë parti në ditët më të vështira. Një respekt dhe minjoj për ju pafund. Si Dega jon 8 kemi bërë një analizë këto 2 javë dhe të gjithë bimë një emërës të përbashkët. Zgjedhja me Edi Ramën nuk ka dhe s'ka si mund të ketë. Një njeri që azgjeson pluralizmin nuk ka si të ketë zgjedhje të lira me të. Ai dim vetëm të vjell. Ai është personi që shumë shpejt nga forca juaj do t'japi përgjigje. Ai do të largohet me turp nga kjo histori që e gatoi vetë. Megjithatë, të flasim dhe për problemet tona gjatë kësaj të analize. Pra, asnjë nuk mund themi që jemi të përkryer. Kemi nevojë të përmirësohemi të dy si Deg. Dhe me Andin që flas, janë të njëjtat problematika. Pra, ne duhet të riorganizohemi që të jemi gjithmonë të gatshëm dhe të përballojmë çdo lloj fushate dhe çdo lloj aktiviteti politik. Faktikisht kemi ndetur rreth 3-4 muaj nga kryetari që ka sqaruar që analiza është shtyre për vetëm arsye, për atë që tham, për atë që bim me të njëjtën mendim. Pra, asgjë nuk shtojmë më tepër se raporti OSBE Odirit. Pra, zgjedhjet ishin pa barabarta, zgjedhjet ishin nën presionin e bandave, policia kriminale, zgjedhjet u blen me njerëz të dyshimt që s'ka bërë asnjëherë vaki. Kam 35 vjet që merrem me Partinë Demokratike dhe si këto zgjedhje nuk kam bërë vaki kurrë. Këtë them në mënyrë aqike. Megjithatë, Dega jon dhe Dega 10 kanë dhe një gjë të përbashkët. Janë 2 dega që janë themeluesi i qytetit, janë 2 degë me traditë, ku ka familje të mëdha demokrate në këto 2 zona, janë tiranësit e hershëm, i cilët e hapën zemrën dhe shpirtin, nga që vim dhe unë dhe Andi jemi të 2 tiranës vjetër. Pra, jemi themelues qyteti dhe ky qytet ka marrë, që ku është formuar për paraprirë të gjithë zhvillimeve më pas. Po s'du të zgjatem më tepër, sepse emocionet para ju shbën veten. Lidhur me datën 10, ditën e protestës, të gjithë bashku, siç jemi sot në këto momente, sa të marrë fjalën doktorit, marrim aktivitetin, duke shkuar në shtëpia, do të bëhemi 2 fish. Çfarë njerëzish takojmë rrugës, t'i shtrëngojmë dorën, t'i ftojmë me datë 10. Të nesmen po gjithashtu 3 fishohemi, të pasnesmen po gjithashtu. Duhet të marrim të gjithë përgjegjësitë. Historia përsëritet. Pra, dikur ju flokbardhët që kam respektin më të madh për ju, Rozua Tramizalin në zonën tonë, nesër do rozojmë Edi Ramën. Respekte për ju, respekte për demokratët e Degës 8 dhe Degës 10. Fitore. Faleminderit zoti Sallaku. Tashmë ja fjalën deputetit Zia Ismailin. Faleminderit.